kështu të dashur miq, ne po kthehemi prap, po vazhdojmë edhe me lojën shpërblyese me dëgjuesit, edhe me të ftuarin në studio e kemi Sami Piraj, po më duket ka më shumë se 40 vite që je gazetar i kulturës. Profesionist i kulturës i muzikës, ha? Njohës tamam i muzikës. Sami, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit, urime për këtë emision jashtëzakonisht në prag të festivaleve, zakonisht sepse krijon një imazh më të mirë i ndërlidhë dhe dëgjuesit për informacione më të bollshme rreth festivaleve, rreth ecurive të festivaleve, rreth problemeve, sepse festivalet kanë edhe probleme, kanë gjërat e bukura, por edhe kanë elementet e cilat duhet punë, sakrificë, vullnet e kështu me gjëra. Është edicioni i tretë i Festivalit të Këngës si vjet, zoti Piraj. Nëse krahasojmë këto festivale të kësaj kohe me ato dikur që keni përcjellur ju si ekspert i kësaj fushë, kulturës, i muzikës në përgjithësi. Natyrisht që nga viti 1981 si gazetar profesionist i gazetës Rilindja dhe më vonë edhe tek pas mbylljes gazetës Rilindja, ku kemi vazhduar kolektivisht si gazetar të Rilindjes në gazetën Bujku deri sa është mbyll, domethënë deri në prag të luftës. Nuk ka ngjarje muzikore në Kosovë që nuk e kam përcjell, sepse ka qenë detyra ime të përcjell aktivitetet e kulturës, përgjithësi dhe natyrisht edhe festivale. Cili është dallimi sipas pyetjes suaj mes festivaleve të mëparshme dhe këtij festivali? Unë mund të them se ka dallime, ndoshta edhe esenciale, por në forma gjithsesi. Kur them në forma, më herët realisht është një përkujdesje në brumin e muzikës është bërë më shumë, sepse kanë qenë komisionet përgjithëse të cilat natyrisht që kanë kriju një imazh tjetër për këngën dhe vlerat e saj. Tashti gjërat janë më tepër individuale se sa kolektive. Për shembull, viteve të mëparshme nuk ka pas shans që një këngë mos t'i nënshtrohet një seleksionimi spari tekstual, domethënë teksti ka qenë embrioni i parë. Po, sa filtrat kanë qenë atëherë. Por natyrisht sepse nuk ka mundëm që domethënë njerëzit përgjegjës nga duke filluar nga poetët të ndryshëm të cilët kanë pas atë primatin dhe kanë ndoshta edhe kanë ndërhyr, por në aspektin thjesht artistik se sa jo në aspektin tjetër. Pastaj ka qenë elementi përgjithës i jurisë seleksionuese, edhe deri tek jurit profesionale të cilët pastaj kanë vlerësuar kontributin qoftë edhe të melodisë, por edhe të prezantimit domethënë skenik. Këto kanë qenë disa komisionet të cilat kanë kriju atë platformën e këngës që e ka prezantu vetë festivali edhe e ka mbajtë rejtingun e festivalit. Po, kështu që ngjashëm një natyrë tillë kemi edhe tash në festivalin e këngës në RTK, edhe në edicionin e parë, dhe në të dytën, tash edhe në të tretën. Ashtu dhe duhet jetë, sepse festivali ka këtë element. Për shembull, në festivalin e këngës në radio e televizion, ku kam qenë edhe pjesëmarrës edhe vetë një 4 herë, kështu me shumë kolekte tjerë që nga viti 1992 edhe derisa, domethënë, kur janë krijuar edhe ato platformat e përbashkëta të realizimit të këngës, edhe aty janë ngritur për shembull juritë ndryshme, qoftë edhe në rreth e përvlerësimin e këngëve në festival, por edhe juritë qendrore që kanë pasur atë elementin e krijimit të një platforme bazuar në kriteret e festivaleve, qofshin ato skenike, qofshin ato të materialit muzikor. Tashti mendoj që jo për të krijuar, por është një trend i përgjithshëm që më tepër i jepet më shumë, domethënë cilësohet trendi i prezantimit skenik se sa ai brumit muzikor. E unë mendoj që duhet të jetë e kundërta. A ka poezi kënga e ditës së sotme?
nuk mund ta them sepse sot kemi më tepër një element kështu, një ndjenjë që kënga të prezentohet me një tekst, ndoshta krejt kënga një strofë dhe ajo shkon vazhdimisht në përsëritje që për shembull në festivalet e mëhershme kjo ka qenë e papranueshme. Nuk pranohej dikur. Kështu që domethënë tashti kohët kanë ndryshuar, gjërat kanë ndryshuar, por unë mendoj që kënga e mirë duhet tipet për parësi të kuptimit, duhet ti hapet rruga dhe të qëndroj sa më shumë, sepse tek e fundit këngët e bukura edhe duhet shpërthejnë, qoftë përmes emisioneve të ndryshme tek ju televizive, sepse kënga pa një element domethënë propagandistik edhe mund të humbë, sepse ndoshta edhe vjen më vonë, por gjithsesi ajo ka një element shumë më tërheqës. Ju e keni shkruar dhe tekste të këngëve të cilat janë kënduar dhe në festivalet e dikurshme apo? Kam shkruar dhe tekste, natyrisht që nuk jam ndonjë poet, por ndonjëherë është element që ndoshta detyrimisht duhet që njeri të merr edhe të prezanton atë që është me vlerë. Tash veshi yt, a është më shumë për këngët e festivalit që i përmendi dëgjuesja Afërdita, apo bojnë edhe këto të muzikës hip hop rap ku diun? Ai pranon veshi yt këto rrymat e reja të muzikës? Natyrisht që i pranon, por ndëgjë, baza e këngës është melodia dhe teksti i mirë. Çdo melodi e bukur, çdo melodi që mbetet ajo gjithsesi është një element që pastaj i referohet publiku, sepse për kënd e bën njeriu këngën. Për kënd shkrimtari e shkruan romanin, novelën, apo për kënd poeti e bën një poezi. Natyrisht ja dedikon publikut. Dhe nëse publiku nuk e pranon, nuk do thotë që kënga nuk është e mirë, apo vlera e tillë nuk është e mirë. Por gjithsesi ai që e bën domethënë krijimin i dedikohet jo vetëm këtij elementi publik, por edhe atij në të ardhmen. Tek e fundit, për shembull, ja mund t'ju them një shembull. Vet Nexhmia Pagarusha kur e ka këndu këngën Baresha, domethënë ka qenë domethënë prezantimi i saj i parë në Mitrovicë. Dhe thotë se kur e ka këndu, gjysma e publikut ka dalë për jashtë. Nuk i ka pëlqyer? Nuk i ka pëlqyer sepse ka qenë shumë më e avancuar për veshin e atij publiku i cili e ka dëgjuar, sepse sot e kësaj dite ajo mbetet si një nga visaret më të mirë të këngës popullore. Me këtë dua të them që edhe shkrimtari, edhe poeti, edhe kompozitori, kur ta bën këngën, duhet ta bën për këtë publik, por edhe për të ardhmen, sepse kënga pastaj vdes. Ne kemi këngëtarë që mendojnë vetëm për një target, vetëm për një grup, një pjesë të publikut, dhe për pjesën tjetër të publikut s'është intereson shumë. Shihet janë të ndryshme. Është vërtet që shihet janë të ndryshme, por ai që e bën krijimin, ai duhet gjithmonë që të planifikon që kënga duhet jetojë edhe më gjatë, sepse ajo që i dedikohet vetëm një elementi sa më shkurt, ajo është e destinuar edhe me humb, edhe me mënyrë edhe me ushly nga memoria e gjithë atyre. Kemë ne festivale të cilat këngët e tyre janë vazhdimisht e pranueshme, i kanë rezistuar kohës. 40-50 vjet janë të ndëgjueshme në festivale ndryshme. Ja, kem këngën Pranvera në Prishtinë. Ajo është e vitit 1980-81. Apo, ka menduar që pak më ndoshta 80. Këngë e kompozuar nga Musa Piperku, ku merr okarinën e artë si në festivalin e këngës në akordet e Kosovës. Dhe sot e kësaj dite mbetet një nga këngët më të preferuara, jo vetëm të gjeneratës më tjetër, por edhe të këtë rinj, për shembull, të cilët
vazhdimisht e duan, e këndojnë, e vlerësojnë, apo kënga O vendi im, që është bërë shumë dhe shumë më herët. Pra, pak I duhet një mjeshtri ta rikthej në skenë dhe sot e kësaj dita. Por kemi edhe këngën tjetër, për shembull të Zambakut Prizrenit, që ka këndu Negji me motrën e vet Ganimet e Jashanica. Dhe tash është rikëndu nga këngëtari në trend që është tash, dhe ajo sot e kësaj dite ndëgjohet me shumë dëshirë. Si kanë të ripërpunuara këto? Pas e këto desha me Jo të ripërpunuara, por të nxjerrur nga sirtari dhe të rikënduara. Mund të jetë edhe orkestrime të reja dhe kështu që prandaj të thash, kur është materiali I mirë, muzikor, kënga gjithmonë mbetet një nga vlerat e të cilat vazhdimisht ecën tutje dhe mbetet në pjatëse. Si ekspert I kësaj fushë, unë e di që juve keni nostalgji për festivalet e dikurshme në bazë të shijes, si që thash, po në këtë kohë të trendit, edicioni I parë I festivalit të këngës në RTK dhe edicioni I dytë për juve si ekspert I kësaj fushë, sa ka përmbushur pritshmëritë tuaja? Një festivalet në 2 edicionet e mëparshme unë mendoj që I ka përmbush disa kritere elementare që mendoj që janë të destinuara për festivalet e mira. Spari, vizualisht mund të them se janë 2 festivalet e cilat të emocionojnë atë kuptimin e performancës e prezentimit, që është shumë e rëndësishme, është orkestra aty. Kur është orkestra, do thot është një element, një satisfaksion I veçantë. Ne kemi thënë edhe në emisionet e tjera kemi ajkën e artistëve. Absolutisht, sepse kur secili këngëtar gjeneratës më të re e ka debulesë që thojnë të ne që ta ketë të këndoj me një orkestër live. Sepse me dirigent, me elemente përcjellëse, janë orkestra simfonike aty. Çka do thotë ajo? Të rralla të festivalet e fundit në botë gati që prezantohen vlerat e tilla. Për mua është diçka e veçantë që festivali domethënë angazhon këtë trup të jashtëzakonshme që solistët domethënë e kanë një satisfaksion të këndojnë. Elementi I dytë është për shembull skena e jashtëzakonshme për shembull. Hipen parat më dha për një skenografi të tillë, për një hapësirë të tillë për shembull që secili këngëtar e ka, domethënë si dashuri të veçantë të prezantohet të tilla. Unë festivalin e parë kam përcjell nga afër Zoti Piraj, unë më tepër përqendrohej tek orkestra. Kaq madhështore. Absolutisht. Kaq me power lock që kishte ajo orkestra brenda saj. Dukeshin këngëtarë shumë distancë, shumë të vëllë kërsi. Tash më fal për këtë shprehje, por që orkestra ishte shumë e mirë, shumë profesioniste në numër me instrumente nga më të ndryshme. Por edhe diçka. Me orkestrat e tilla nuk ka lojë. Prandaj, domethënë, gjithmonë je në zgrips, do të gjithmonë të jesh në element, do të jesh I përgatitur emocioni gjithsesi, por gjithsesi do të syti hapësh sepse vazhdimisht domethënë ka oscilime, mund të ketë oscilime, sepse duhet të jesh I përgatitur, duhet të jesh profesionalisht në nivel, duhet të kesh parametrat e tjera të cilat e bëjnë këngën edhe të bukur edhe prezantimin. Elementit e tjerë është skenografia, janë gjërat përcjellëse, por ndoshta e dëshirueshme për mua material muzikor. Për këtë unë mendoj si të duken edhe në edicione parë dhe në të dytën. Edhe tekstet duhet që të punohen më tepër. Absolutisht, sepse sot është gjenerata e re, ajo nuk I ka ballavaqimet e problemet e gjeneratave të mëparshme. Ata nuk I këndojnë lules për shembull, nuk I këndojnë Jo, ata ka një botë tjetër, sepse sot jemi të rrethuar me internet, me gjërat e tjera. Janë elemente, domethënë apo na vin apo sjell domethënë
gjërat Jo bregu të lumit tek vjen Suzeza me Chanel. Gjërat romantike sot ndoshta edhe nuk shkojnë. Janë veç dyqysh pak më ndryshe Po, se pak më janë. ndryshe. Por brumi muzikor gjithsesi duhet të jetë, domethënë kënga duhet të ketë melodi, sepse melodia pastaj mbetet. Me që kishim këtë pauzë për shumë e shumë vite nga edicioni I fundit I akordeve të Kosovës, këto dy edicionet e para, ecën mirë më duket, Po konsideroj që po ne gjithmonë pretendojmë që të bëhet më mirë. Domethënë janë elementet të cilat na tregojnë se mund të ketë gjëra të mira, por gjithsesi duhet që të thojmë të ne të iniciojmë edhe nga ata të cilët kanë një bagazh të jashtëzakonshëm. Tani këtu më duhet me dal. Absolutisht. Autorë të ndryshëm duhet të thojmë, të cysim disi që të prezentohen, sepse kanë gjërat e mira, gjithsesi kanë në sirtarët e tyre kanë të bukura. Tash gradualisht kanë me ardhe këta, se jemi vetëm 3 vjet, vetëm 3 edicione, edhe ne rritemi nga pak. Pse kanë hezituar nuk e di. Për shembull, ka shumë autorë të ndryshëm të cilët kanë pedigre artistike, gjithsesi dhe I kanë melodi të jashtëzakonshme. Të ke fundit ata vazhdimisht I kanë prezantuar në festivalin e këngës në radio e televizion. Dhe tashti dëshira ime është që këta të rikthehen dhe të prezentohen edhe këtu. Çka do të bërë? Unë mendoj që është një element kyç që festivali të prezentoj Kosovën në Eurovision. Momenti I parë që ky festival O këtu kemi hallin më të madh. Atëherë do të bëjmë tjetër muhabet ne këtu. Absolutisht, urdhani. Jo, tjetër muhabet. Atëherë. Shikom. Këto këngëtarë të ri, këto grupe të reja, këto që janë pjesë e festivalit, si në edicionin e parë, të dy dhe tani të tretin, sa e kanë pas nevojën për bashkëpunuar me ju që jeni brezi më I vjetër, që shkruani tekste të mira, që kompozoni këngë të mira, apo janë pak në distancë me ju? E kam një bindje që me që janë më të vjetër nuk janë në trend, kështu mendojnë ata mendojnë. Dhe ndoshta edhe nuk janë në trend, nuk merren shumë me kompjutera, nuk një element gjithsesi është e rëndësishme. Festivali duhet të ketë notat. Së pari prezantimin para komisionit përzgjedhës. Nuk e ke këngën me nota, është elementi I parë I cili për mua do të jetë diskvalifikues. Pse? Sepse ti duhet t'ia tregosh atë material jurisë përzgjedhëse. Elementi I parë, elementi I dytë është teksti, elementi I tretë është gjuha harmonike. Në çdo këngë duhet të ketë gjuha harmonike, domethënë janë elementet që gjithsesi kënga duhet të jetë. Elementi I tretë, pse jo të jetë e incizuar kur ka mundësi, por nëse nuk I ka këto parametra, gjithsesi janë handicap për një këngë cila duhet jetë edhe të futet në konkurrencë. Këto minutat ecin shumë shpejt, se kemi dhe linje të drejt për drejt nga prova që bëhen atje me Nora Meqen, kolegën ton, zoti Piraj, me juve. Këto minutat janë shumë të pakta, do donim 2-3 orë për diskutuar jo vetëm për festivalin përgjithësi, por edhe për muzikën në veçanti. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit të parë, të mesditës në RTK Radio 1, është Festra në RTK Radio. Faleminderit për ftesën, ne I dëshirojmë suksese festivalit dhe juve që I jepni kaq shumë elan edhe emisionit, por edhe festivalit dhe përgjithësi. Faleminderit ju edhe një herë.